Përshëndetje të dashur teleshikues. Rikthehemi sot në një tjetër episod të Koha për të folur. Dhe bashkë me ne sot në studio është Elvis Nuredini. Ç'kemi si jeni? Përshëndetje. Mirë. Gëzojmë shumë që të kam në studio sot. Edhe unë jam shumë i lumtur që jam me ju sot. Ti ke qenë në mision për një periudhë, në fakt goxha të gjatë, tani që po më thoje. Ke qenë në Brazil gjithashtu apo jo? Po. Okej, a mund të më tregosh pak për Brazilin sepse ajo është aty jam i interesuar të dëgjoj çka ka ndodhur në Brazil. Po, faktikisht Brazili ka ndodhur në vitin 2023. Okej. Edhe ishte një shkollë që unë bëra, quhet shkolla DTS, shkolla trajnimit të dishepullizimin. Edhe zemra mbrapa kësaj shkolle është 3 muaj leksione dhe 3 muaj praktik. Edhe unë pata mundësi që si shqiptar të shkoj në Brazil, edhe nuk dija çfarë të prisja, por që ishte një ndër kohët më të bukura të jetës, sepse 5 javët e para isha në xhungël, edhe ishim duke shkuar tek ato indigenous tribes, tek indianët. Edhe ka qenë një ndër kohët më të bukura të jetës sepse unë edhe po punoja në kuzhinë, edhe ishte komplet një trajektore tjetër jetësime, edhe mbaj mend që po kur nisa ishte hera ime e parë për mision, që unë nisa në Norvegji dhe Brazil. Edhe vërtet aty kam parë domethënë që Zoti po lviste shumë jetën time, duke parë njerëz që ato po takojnë Perëndim, po pranojnë ungjillin, në karnavale kur ishim atje po ndajmë ungjillin edhe thjesht shohim njerëz, 15 veta që kapin duart me njëri tjetrin edhe tani do pranojmë Jezusin. 2 javë në São Paulo, 2 javë në Rio, vërtet ka qenë një ndër ato momentet që më kanë ndihmuar në jetën time që të jap veten 100% Jezusit. Ka qenë një pikë kulminante që Zoti po e përdor tek këtë kohë që të më thrisë edhe për mision, edhe që vetëm ta ndjekja ato akoma më shumë. Unë tani jam kurioze në fakt të di, sepse ti the që shkuam tek indigenous tribes. Më trego pak si ishte eksperjenca jote, a je futur në xhungël? Okej, më trego pak eksperiencën tënde të lutem. Ma përshkruaj eksperiencën tënde. Super, patjetër. Nuk e dija që do ikim direkt në xhungël. Do futeshim kështu direkt. Unë thash se do e nisim në qytet, do e marrim një çik. Me but, më shtruar, faza parë qyteti, pastaj xhungël, po kur shohim që bëm 3 fluturime, bëm 5 vetëm për tikur në xhungël, edhe mbaj mend që kur zbritëm direkt aty dhe tham, tani do marrim një udhtim, ishte 20 orë, 18 orë diçka e tillë vetëm me një varg. Edhe nuk dinim çfarë prisnim, gjithë njerëzit vërdall ishin vetëm nga Brazili, flisin portugalisht. E mbaj mend kur shkela në tokë aty që futëm në xhungël, pastaj kishim edhe një varg tjetër që duhet shkonim më thellë, se xhungla është shumë e madhe. Dhe ishte shumë e frikshme. Se jeta jote është në rrezik që gjithkohës. Edhe nuk ka taksi, nuk ka asgjë, kështu që ne kishim një pick-up truck, kishim një traktor që na merrte. Kështu filloi filmat horror. Edhe ishte fun, ishte si nëse ke para të filmin Rio, me atë zogun blu. Ai filmi, kush nuk ka një shqiptar që s'e ka parë filmin. Ne pam filmin e dytë të Rios, edhe ishte fiksa eksperjenca, edhe aty ku ishte ai zogu, aty shkum edhe ne te xhungla. Edhe vërtet ishte një kohë që, shumë adrenalin, që po ndodh, ku jemi këtu. Ajo që më bën mua përshtypje është që ju jeni futur në xhungël, dhe pyetja ime është, kjo është pyetje shumë gocash, po kjo është pyetja ime në këtë momente, është a kishte gjarprindë Mirimanga? Kjo është pyetja më specifike, më e duhur, domethënë e gjithë kësaj intervistës. A kishte gjarprindë Mirimanga? Kishte të gjitha këto, edhe unë mbaj mend që aty ku flinim ne, kishte Tarantula, kishte Spider Monkey, ato Spider Elvis në atë moment e ka dhënë dorëheqjen. Unë e dhënë dorëheqjen dhe unë kthehem prapë në Shqipëri. Edhe ishin ato Spider që të hidhen, edhe aty ku flenin, se ne flenim në hamak, për një muaj ca vetëm po flenim në hamak. Ishte shumë keq për shpinën, edhe kishim kështu bets, lakurish natë që ta ju shtëpia ku ishim ne ishte një shtëpi druri, edhe komplet gjithë natës vetëm vinin, uleshin si për rjetës, gocat te grupi të dhoma tjetër ato për tjetër. Kjo është gjë shumë normale, kjo është një gjë më e pritshme. Edhe gjëja më e bukur ishte se ne blem një derë të vogël, edhe tham do e pjekim kur të jetë vit i ri.
nuk funksionon. I know që nuk funksionon sepse lidhesh emocionalisht dhe nuk e lëshon dot më pastaj. Por gjë më e bukur ishte që kur shkom ne vetëm pas 5 ditësh erdhi një gjarpër shumë i madh dhe hëngri dërkucin që ne kishim. Edhe po e kontrollonim edhe kishim shumë frikë se vërtet ishte gjarprin shumë të madh, kishte krokodil. Sepse vetëm një python, megjithëse jo vetëm një python, po. Si dihet, nuk e dihet. Ai që po na mbante ne atje, ai tham, George, ku është se ne e thritëm Peppa Pig, e tha, Peppa gone, nuk është këtu. Tham, po çaj ndodhi? Snake, eat, se nuk flis as mirë anglisht. Edhe aty ishim, duhet bëjmë kujdes kur flem, duhet lem një person në roje që të paktën të kontrolloj. Duke u lutur çdo natë kështu, lutem na mbro, zot lutem na ndihmo. Po, ishte dhe unë mendova që ishte lidhje emocionalisht me dërkucin edhe thash, po sa bën zemra të hajnë, e kupton se lidhesh emocionalisht. Ore, ne donim, por ne donim, por ishte shumë e vështirë. Thash do festojmë vit në ri shumë super në xhungël, por ishte komplet një botë, një atmosferë tjetër, lidhesh më shumë me natyrën, sepse je fikse krijimi i Zotit aty. Fikse tarantulat, mua aty i ke. Po, i ke aty, edhe ne kalonim, edhe i shifnim gjarprin që ecnin, shifnim mirëmangat tek pemët, edhe ato mund të kërcej mund t'hidhen se ishin kështu spider monkey, edhe ato janë shumë helmues. Po ndërkohë që Zoti na ka mbrojt. A keni pas një person që, domethënë, e ka pickuar, ka kafshuar në një gjë, sepse shanset që një person të mos kafshohet dhe mos pickohet janë shumë të ulta në ato territori, në atë vend që keni qenë juve. A keni pas një? Me sa mbaj mend jo, sepse jemi lut shumë. Okej. Ka qenë bekim, se unë e gjithë skuadra ime kishte atë travel insurance, kishte këto sigurimet për shëndetin, edhe për fluturime. Unë s'kisha, sepse banka nuk ma pranovi kartën, se di pse, edhe vetëm kur i them drejtu, shiko, nuk po e ble do, s'ka gjë, mundo. Edhe thash, po e le. Ndërkohë që gjithë skuadra ime po lutesh që mos më ndodhte diçka mua, se po më ndodhi s'ka. Nuk ishte zgjidhje tjetër. Po merrnim hapa për malarje. Ajo ka qenë gjë më që të na ndihmonte, sepse një mu shkojmë po na pickovi, ne mund kapnim atë smundje malarjes dhe mund të vdisnim aty. Po ajo ishte gjë më e afërt që mund të shkonim gjatë pragut të mos e vëmë. Ju ka vërtet Zoti, sepse në ato kushte në fakt nuk është janë kushte, nuk janë kushte shumë të lehta, nuk janë fare kushte, as të favorizueshme nuk janë. Dhe domethënë, kjo është histori. Po mirë, kam një pyetje. Unë kam një pyetje sepse këtu futet mendja ime për shqiptarin në punë. Që në fakt nuk ka lidhje vetëm me mendja ime për shqiptarin, po ka lidhje edhe prindrit, si reaguan prindrit kur morën vesh që po e çon djalin në xhungël. Familja ime mori me shumë pozitivitet. Super. Familja ime është muslimane, edhe kur i thash që do bëj këtë shkollën e Biblës është komplet temë ndryshe, por që ato e pritën shumë mirë, thanë, ti po udhton, është super. Ndoshta ato e pranuan shumë mirë, vetëm se kur morën vesh që unë duhet paguaj për këtë shkollën, edhe ishte pak i shtrenjtë për shqiptarët, thanë, ne nuk do të supportojmë fare. Thash, s'ka gjë, mos e vrit me Zoti do paguaj gjitha. Edhe kur pan që Zoti pagove gjitha, tha, super. Edhe shko. Ishin me shumë merak, sidomos kur isha në xhungël. Ato merrin ditë për ditë në WhatsApp, po jam në xhungël. Nuk ka sinjal, nuk kam si të marr. Kështu që po që ishin shumë suportues, u kënaqën shumë edhe ato me ato histori që unë po tregoja më vonë që patëm këtë histori që ndodhi këtu me njerëz që takonim, me udhëtime që bëjmë, po që ishin shumë mirënjohës për atë eksperiencë që unë pata si shqiptar ose si fëmija në tyre më i vogël që po iki në xhungël. Unë tani jam shumë kurioze të di. Si ishin fiset ku shkuat? A shkuat në një apo shkuat në disa? Ne shkuam në disa fise aty në xhungël, nga shumë të ndryshmet, nga më të varfra deri tek më të pasura, që ka goxha fisa atje. Për një fis mbaj mend që kur shkonim ne duhet vendosnim disa varse që na jepnin ato që jemi miq, domethënë që mos na vrisni, sepse ato mund të të vrasin aty, nëse se s'njohin, edhe për një fis kur ne ikëm atje,
ai personi se ne kishim 2 përkthyes, një për gjuhën natyre edhe një portugalisht edhe një që e kuptonim në anglisht. Po. Edhe ai duhet shkonte 4 ditë para që ta pyese hey shiko ato kanë pasur marrëdhënie më përpara. Edhe pyesin hey kemi disa miq që vërtet vetëm duam kalojmë kohë me ju. Duam trim t'ju ndihmojmë, edhe thjesht kalojmë kohë miqësore me ju. Edhe ai shefi i këtij fisi tha okay, edhe dha disa varse. Ishim me ca copë za druri, ndërkohë që ne po luteshim o Zot na ndihmo. Se është vërtet shumë e vështirë, se edhe mund të vdesësh. Por që ajo ishte një ndër ato eksperiencat më të bukura, edhe mbaj mend që një histori që unë do e mbaj gjatë gjithkohës në zemër është që po shkojmë tek një fis, edhe vetëm duhet aty ku ishim vetëm duhet të shkojmë me varg 4 orë diçka e tillë, pak më thellë. Okej. Edhe atë moment, vetëm gjoj zërin e Perëndis, Elvis ti do ndash një mesazh për që Zoti i sheh, edhe Zoti i don këto persona. Edhe thash, shumë e thjeshtë, domethënë ne kanë gjuar gjithë, do jetë kështu emocionale, do qahem ose bukur. Po vërtet Zoti po më jepte një kështu shkrim, vetëm po e shkruaja, domethënë ta editari që kisha me vete. Edhe mbaj mend që shkuam aty, ishin një çik kështu të stepur se kush jemi ne të bardh. Ne na thoshin gringo, edhe gringo është kështu njëri i bardh, pak a shumë përkthimi. Edhe thoshe, fala gringo, jam kështu njëri i bardh, edhe ato flasin pak që ta thyem ata akullin. Edhe një person tjetër do ndante dëshmi. Nuk do ndaja unë, po unë i thash drejtuesit se a mund të ndaj unë të lukdem. Edhe thash, a mund ndaj se vërtet ndjej që Zoti po më jep një mesazh. Edhe ne ishim një skuadër prej 8 vetash, edhe ishim diku te 8 kombe të ndryshme. 8 veta, 8 kombe të ndryshme, secili ishte nga i kom Amerikë, Norvegji, Gjermani, Shqipëri, Holland. Edhe kjo është edhe pjesa e dëshmisë. Edhe kur shkojmë në atje, edhe unë ndaj për këtë mesazhin, Zoti ju do, Zoti ju shikon. Edhe mbaj mend që i gjithë fisi, nisur nga shefi ai koka e fisit, erdhi aty në mes, ul në gjunjë, erdhi frymashit, e mbushi dhomën, e vërtet ishte ai momenti që ai ul në gjunjë, ai u shëruan nga diçka, ai kishte një sëmundje shumë të rëndë, edhe mbaj mend që në atë moment i gjithë, domethënë çfarë bënte koka, edhe të tjerët e bënin. Ai ul në gjunjë, gjithë ul në gjunjë. Erdhi frymashit, domethënë njerëzit po shëroheshin, vetëm nga një mesazh shumë i vogël, por gjë edhe më e bukur është që ai pasaj shefi ndavi një dëshmi, tha, unë kam parë një ëndër para se ju të vinit, edhe po lutesh me vite për këtë, jo një javë kështu e kam parë, po me vite ai po shifte një ëndër sikur erdhi një grup njerëz nga kombe shumë të ndryshme, ndërkohë që grupi jon ishte 8 kombe të ndryshme, edhe vetëm po ndanin këtë dëshmi që Zoti po na shikon, edhe Zoti na do, nuk jemi left behind, nuk na ka lënë brapa, pa ai po na shikon, edhe ai është aty me ne. Edhe ai ishte që dëshmia më e madhe që wow, nga një dëshmi e vogël, domethënë doli diçka shumë e madhe, një premtim që ishte premtuar shumë vite më përpara, edhe u bë realitet. Edhe ishte gjëja më e manitshme që unë kam parë në jetën time. Ne kemi tendencën të bëjmë gjërat shumë të vështira, shumë të komplikuara, ndërkohë që me Zotin gjërat nuk janë kaq të vështira, janë shumë të lehta. Edhe ndonjëherë kthehemi te ato mesazhe që janë te ato parimet që kemi thënë në fillim, një mesazh kaq i lehtë është një mesazh që prek shumë. Domethënë nëse Zoti të ka vënë në zemër, ma ka mësuar asnjëherë mos pyet Zot, por kjo nuk është predikim kjo, domethënë se tani dhe njerëzit kanë këtë mendim që do predikojmë gjëra të thella. Më kupton? Jo. Dhe ndonjëherë, me thënë vërtetën, simple, qartë, është ungjilli ka veti shëruese, ka veti pastruese, domethënë ungjilli është ilaç, me vërtet. Dhe ja ka vlet gjithë kjo mund që ju keni bërë për të shkuar deri atje, qoftë vetëm sikur edhe qoftë vetëm për 10 minuta në prezencën e Perëndis, ja vlen. Ja vlen shumë. Po është një ndër bekimet më të mëdha që ungjilli, Gjoni 3:16, domethënë që është vargu që ne mund ta themi, është më i thjeshtë, po ti mund nxjerrësh shumë nga ajo. Ose thjesht dëshmia, unë gjoj një herë që janë 4 ungjil në Bibël, por faktikisht Zoti po përdor edhe 1/5, edhe ai është i joti. Domethënë
çfarë do tregosh ti botës për Perëndin. Yeah. Që edhe ne jemi pjesë e fjalës, domethënë gjatë kësaj kohe tani çfarë do i themi ne botës për Jezusin, çfarë do i themi ne botës për dashurinë e Perëndis. E kjo është një gjë që më ka ngel mua shumë mendje. Kur shkuat tek këto fise, a kishte disa tradita ose disa mënyra, domethënë si ata funksiononin, që ju bëri përshtypje që thatë, okay, kjo është interesante, nëse kemi kështu. Sepse të gjithë njerëzit kanë ato gjërat e veta, ose një ushqim, ose diçka, një veshje, si ishin veshjet atje, a ishte vështirë për ju ta mbanit veten në atë kushte? Dalloheshim që ne nuk ishim vendas, sepse në një vend kur ikëm, ato ishin të mbuluar me gjethe, edhe gjithmonë kur shkojmë aty, ato bënin një kërcim kështu me disa domethënë si ato filma që shohim edhe ne, kështu poshtë ishin me i fustan, edhe burrat, edhe ato bënin kështu kërcim kështu që ne ju mirëpresim. Ishim, wow, se kisha parë ndonjëherë atë gratë ishin mbuluara, domethënë gjysë të mbuluara. Atje ishin çik veshjet kështu që të bënin të ndjeshe pak së xhungël. Nuk kam parë t-shirt, edhe gjithë këto gjëra. Po, siç kemi në shall, po. Po, shapka, nuk ishin as shapka, atë ecën zbadë, siç ecim ne në lagje, edhe vetëm kishin ato flytet e vogla që i bënin vetë me bambu, me gjëra, edhe varset. Një gjë që i tregon nga fiset cili është fis me këtë, ndryshe ato kanë varse, kanë ato si që kemi ne sot vëth ose varse, ato tregojnë se nga cili fis je. Po. Edhe është pra një shenjë dalluese për ta, që unë jam këtu, ti je aty. Edhe nëse ti nuk e ke këtë, edhe futesh me i fis, ato mund të vrasin. Okay. E kanë lejen, e kanë me atë masheti, ta këpusin edhe nuk ka çfarë të ndodh më. Po, kërcimet ishin gjë që ato mua më ngelin, domethënë kërcenin përpara nesh, ishte një kërcim dysh që e bënin në fillim burrat, pastaj bashkoheshin gratë, edhe ishte kështu që wow, se kisha parë ndonjëherë atë. Sepse ne ndonjëherë shohim për filma dhe themi, okay, po live thua do jetë kështu, ndërsa kur shkon aty dhe thua, ua, po çon ka është pak accurate i themi ne, është pak e ngjashme me atë që kemi parë. Është accurate, është i çik, por goes beyond, shkon më tej. Nuk është vetëm aq sa mendojmë ne ara kokosi ose çfarë mendojmë ne, po jetojnë kushte të vështira, edhe për shembull një fiz vendose kafka aty përballë që mos lejonin fryma demonike që të vinë. Ndërkohë që ti shkon aty ku jam këtu, edhe ato kafkat ishin fëmijë që i kishin vrarë. Domethënë ka shumë gjëra në xhungël që akoma nuk janë zbuluar. Edhe kjo është një ndër ato gjërat më të vështira që ato nganjëherë nuk të pranojnë, edhe sepse nuk duan që të sjellin qetësinë ose të sjellësh atë, për shembull siç e kemi ne shqiptarët, na vijnë amerikanët edhe sjellin atë traditën e tyre që ne të bëhemi si ato, duan të mbajnë atë traditën, mos kenë t-shirts si ne, po si zhvishen ato me gjërat e veta. Edhe është po një ndër gjërat më të bukura që unë kam parë. Po. A patët mundësi të flisit me to? Të merresh të vesh deri diku me atë përkthyesit që kishit, apo ishte pak e vështirë? Ishte vështirë. Ne kur shkonim te këto fiset, duhet të flisim vetëm me shefin një herë, me atë kokën e fisit. Ishte shumë e vështirë. Nuk mund t'i thoje këti çune, a shkojmë pak te cepi dhe flasim i çik, ose ishte corporate, ishte çdo gjë ishte të gjithë bashk, komunitet, ato nuk ishin kështu njëri këtu tjetri aty, siç jemi ne. Të ndarë, pra, të gjithë bashk, nuk ka të ndarë, domethënë të gjithë ishin aty, nëse flisje, të gjithë do donin ta dëgjonin. Domethënë, po, ishte shumë e bukur se si të gjithë ishin familje. Kishin shtëpiat, që i bënin ato me dru vet, po ishin gjithë familje. Po ishte gjë më e bukur. Po. A kishte ndonjë gjë që të preku duke parë mënyrën se si ata funksiononin, që koka pra ishte kreu, dhe ata i ndiqnin të gjithë nga mbrapa, dhe ata bënin atë që ai thoshte të bënin, dhe për ta ai ishte sigurusi, ai ishte ai që mbronte vendin.
a të preku kjo dhe a bëre një farë lloj dallimi midis, po e them në vija pak të një farë lloj dallimi midis edhe Zoti Perëndia është koka, edhe si ai na mbron na ndihmon. Domethënë si ishte ajo eksperiencë, ajo kohë për ty? Po. Vërtet kam mësuar shumë. Mendoj është siç ajo që the ti, në fillim ishte shefi, ishte koka, edhe nëse ai ecë përpara, i gjithë grupi ecë përpara. Ashtu është edhe me ne, domethënë si duhet të jetë, domethënë nëse Jezu e thotë, "Ok, let's go, shko", domethënë hajde ikim, hajde flasim këtij personit në rrugë. Hajde lutemi për këtë tetën që është ulur aty poshtë. Domethënë nëse ai na thret që ne ai po ecën, Zoti po ecën këtu. E kur ne e shohim atë, është edhe për ne që edhe ne duhet të ecim përpara me atë. Por mendoj një gjë që unë e kam mbajtur, domethënë zemër është kur isha atje ishte një ndër ato gjërat më të bukura se aty u lidha më shumë me frymën e shenjtë. Pse? Sepse je natyrë, nuk ka ndërtesa, nuk ka zhurmë, nuk ka trafik, nuk ka telefon, nuk ka muzikë që vendos kufjet e aty nuk do të dëgjosh se çfarë thot tjetri. Aty je me skuadrën, je kengec aty, nuk ka rrugë tjetër. Je me i varg që është një varg shumë e vogël edhe ty duhet jesh me tjerët. Por shoku yt më i ngushtë është fryma e shenjtë. Edhe kjo është ajo gjë që më ndihmoi edhe mua shumë, ose skuadrën tonë, se ne ishim për 5 javë në ngjit me njëri tjetrin edhe mund të mërzitemi, po ishte ajo gjë që fryma e shenjtë po fliste me gjithë ne, gjëra specifike. Edhe aty ishte ai momenti që aty mu trajnua edhe veshi, domethënë që kjo është fryma e shenjtë, ky është zëri Perëndis që po më flet. Se je mund pem, vetëm ujë, pem, tokë, kaq ka. Nuk është se ka gjëra të tjera. Atë ke disa njerëz që herë të duan, herë të duan, herë. Po. Domethënë ka varet se edhe me kërshkon. Po, shumë vërtet. Por skuadra jon edhe ishim kombe të ndryshme, 8 kombe të ndryshme që u përfaqësonim, pa ma ishte unitet i gjallë, sepse vërtet fryma na ndihmoi që të shkonim atje, vërtet ti tregojmë, wow, këto janë nga 8 kombe të ndryshme, po ecin me unitet. Edhe ishte vërtet ajo që bashkëpunimi, siç ato bashkëpunojnë me njëri tjetrin, edhe ne duhet bashkëpunojmë me njerëzit tanë. Pa ajo ishte një ndër ato që mund trajnua veshin, domethënë se si të ngjoj zërin e Perëndis, si ti më i ndjeshëm. Të drejtohem nga fryma e shenjtë. Ashtu si më thoi më fryma e shenjtë, hape ditarin dhe do shkruash këtë mesazh. Edhe unë duhet ta hap, ta bëj atë, domethënë ti bindem atij zëri. Edhe po kjo është një ndër ato që kënaqesh kur shkon atje, që fryma të flet. Edhe ajo ishte goxha experience. Po, s'di që t'i them, po. Dhe në fakt është goxha experience, sepse përveç se është një experience shumë e bukur, është një experience që të mëson shumë, po është një experience që të nxjerr jashtë zonës sonë të rehatisë. Edhe të vjen në një farë lloj situate që nuk ka lidhje se nga vjen është sikletshme për të gjithë, sepse është një gjë që ti si je mësuar, nuk është kollaj të adaptohesh. Ata njerëz janë lindur, janë rritur aty, kanë vite që jetojnë aty, ndërsa ti je një jashtëm që po vjen, edhe jo vetëm që ke atë nofkoj që se jam jashtëmi dhe nuk e di se çfarë bëhet këtu, po je edhe në mes të një vendi që nuk ishte nga janë bath. Domethënë, do rish aty dhe aty do rish. Je spoti. Ato të shohin se je më i bardhi aty dhe thon gjithë syt janë vetëm tek ty. Çfarë do bësh ti? Kam përshtypjen që ata nuk vënë SPF. Në mos u gabofta unë atje. Kam përshtypjen. Jo, dhe ne nëse do shkonim, ne flas, ne jemi pak më të kemi gjyrën pak më. Unë për shembull jam një person, po ne me SPF-ja do bënim absolutisht, do ishte our best friend në atë udhtim. Dhe si e keni ruajtur veten që të mos të digjeni, kjo është pyetja ime. Nuk e di domethënë. Kam një histori shumë bukur. E nuk e dija që do e thoja, po erdhi. Ne po bënim maintenance, po bënim punë shkrahu. Ato na kërkuan që të hapnin gropa që ishin diku te 1 metër edhe shumë gjëra. Vetëm me një lopat që ishte e thyme, ishte super vap, më vap se këtu në Shqipëri, atë djersit, domethënë, djersit maksimum, ishte humiditet shumë i madh. Dhe mbaj mend një ditë nuk vendosa krem dielli, po isha për 2 orë jashtë dhe kisha vetëm kanatiere. Grupi vendosi, po harun të thoshin edhe mua ato, edhe teksa ne po shkatrojmë një tarac, sepse donin që ti ndërtonim shtëpinë nga e para me dru më mirë. Edhe vetëm mbaj mend
me atë që kitchen, pak shu vegla si që kemi ne, unë aty sipër se babin ndërtu se hajde do e shembin këtë tarac. Vetëm pastaj kur futem brenda, thonë, o Viso, e ke shumë kuqe e shpinë, tha. Jo, tha, shmoz, me vërtet. Edhe mbaj mend unë për 2 ditë, unë vetëm kam ndetur poshtë të druint, e vetëm me një ato gocat kishin e di këto fan, ato që janë vogla. E ma vendosnin aty te kurrizi sipër, që unë të fleja me ato freskuset e vogla, po ishte dhimbje, më e madhe se unë s'kam pas një. Mu në shpirt, unë kam foto shumë bukra që i kam agama kështu si memories, edhe kur e shoh atë, sa kam vujtur në atë ditë. Atje nuk megjithse atje kanë remedy si thonë anglisht, po nuk po di një fjalë të përshtatshme për shqip, më të duhura se që kemi ne këtu, sepse ata përdorin shumë bim, po në jetën kohë për shembull ne këtu na i vëm kos kur atje ku do e gjesh kos. Ato kanë krem dielli që shkon 100, ne kemi SPF 50, ato e kanë SPF 100. Sepse aq keq është atje. Po, si është xhungël, nuk mund të blesh kos atje. Po. Nuk ka dyqan i lagjes, sa dekim me dyqan aty dhe blem kos ose aloe vera. Po. Ndoshta aloe vera kishte kështu bim, kështu që si shqiptar, se të hujt nuk e se i din këto gjërat, ne vim nga plazhi, vendosim kos atje te shpina ose aloe vera. Po nuk i kishim këto kushte, nuk i kishim këto kushte. Kishim vetëm djersën që ta mbante atë kështu të njom. Oh no. Po mbaj mend që edhe në atë ne duhet kishim ato backpacks, ato çanta që ishin 20-30 kg. Ti flet mua më filloi kurrizi, e kupton se e di, e kam parasysh 20 kg, 25 kg mbasha në shpinë, me shpinën e djegur, ndërkohë që unë kisha një bluzë me krah gjatë, edhe që të mbante pak të ngrohtë, edhe t-shirt, edhe kur vendosa atë çantën e shpinës. Më dhe mu në shpirt, o Jezus! Kapele, imbulum komplet, se po të kapi dielli, të kapi. Po të kapi dielli, nuk e qa bën, nuk e ku shkon. Po. E bukur është që kur digjesh, njerëzit kanë tendencën që nuk e di pse i hyp dashuria e madhe në ato ditë kur ti digjesh dhe duan të të përqafojnë. Dhe nuk të pyesin fare, dhe vetëm vinë të përqafojnë, po dhe të shtrëngojnë. Larg. Dhe ti që je kështu, të kam xhan, të lutem larg meje, sa të marr vetes, jo, të s'ka xhan fare. Nuk e di domethënë, unë jam shumë sensitive ndaj diellit. Dhe unë e lyf tyren me SPF, nuk e di se sa herë në ditë që të mos bëjmë si domate në fund të ditës, dhe unë ato kushte ato kushte është shumë e vështirë. Po jeta në xhungël ishte më e bukur, do thoya, edhe pse ishte do të thënë ato vështirësitë që ecën bi në lum aty, do të thënë mund të kalosh me një drum mes, futesh në ujë, mbaj mend një histori shumë e bukur ishte që grupi im po peshkonte dhe ishim me i varg edhe nxorëm piranja. Edhe pastaj si bukurosha ne, ato grupi mendoi që hajde hidhemi, hajde lahemi aty. Edhe thash, unë nuk futem, thash, se isha s'doja. Tani duhet një gjyshe shqiptare, tani në këtë moment duhet një gjyshe shqiptare. Po ndërkohë ato hodhen, edhe lumi në Amazon është i errët, nuk e di se çfarë ka poshtë. Mund të ketë edhe aligator, krokodil. Ne piranjat i nxorëm. Edhe vetëm kur më thonë, o Viso, ti thu që life is good, hajde, domethënë jeto deri në atë cepin e fundit të jetës, shijoje. A varga jon ishte 2 kaçë, thash. Pse këto tamë unë jam shqiptar, thash, unë shkoj në ekstrem. Hypa sipër tek kati i dytë edhe u hodhem. Shiqyrzohet s'na hëngrën piranjan, edhe kishte gjë shumë e bukur. O zot. Kështu që ato tham pastaj nuk ka gjë, mos e vrisni me ju jeni kështu të bardhë dhe piranjet nuk e kanë qef mishin e bardhë, dun kështu. Flasin nga eksperjenca, Edhe po talleshim me s'ka gjë se ju jeni kështu të bardhë, ato e dun mishin kështu me mëshije. Faleminderit shumë. Tani që ma tek të më bëj të ndjehem më mirë, jeni mirë. Megjithse unë do kisha shumë qef të ikja në xhungël. E kam pasur më shumë qef. E di që është pak dështirë e çuditshme, me thënë të vërtetën. Duhet të shkosh. Por do kisha shumë që se mendoj që do adaptohesha kollaj, megjithse nuk e di sa e vërtetë është kjo që po them, se kam provuar, të shkosh ta provosh ta sigurohesh, por mendoj që mua më pëlqen shumë. E vetmja problem që do kisha unë
që është goxha problem, në fakt, është që jam pak, domethënë dua të kem gjërat e pastra dhe po nuk i pata gjërat e pastra, po nuk i pata gjërat e pastra, unë nuk mundem, sepse edhe këto mirë manga, këto gjëra printe këto deri diku i pranoj. Domethënë vjen një pikë që nuk është të bësh shumë përshtypje se kur e sheh vazhdimisht thua e mirë se këtu je, kupton? Ndërsa po nuk e pata. Atë gjën ku vej kokën e të pastër, nuk A ditë që na mësuan e të shkolla thanë don't be an entitled person, mos si një person entitlements. E harova. Entitlements është një fjalë që mos ki ato tekat, jo? Mos, po, një person me teka që nuk kam ushqim mirë me lajk, domethënë që vetëm ankohesh, një person që ankohesh. Nëse s'do hani, nëse ato ju nxjerrin të hani dhjam, duhet ta harë sepse ti duhet t'i nderosh ato. Edhe kjo ishte një ndër ato gjërat që ne mësuam, edhe gocat mësuan, çunat mësuan, se ato vijnë nga shtete ndryshme. Ne si shqiptar besoj e kemi pak më mirë t'i bëjmë adapt që i futemi pak asaj kulture. Edhe pse është shumë e vështirë, nuk e duhet hash me dur. Visi shumë faleminderit për intervistën sot, ne bashkëtoshim Mirëpafshim. Është gjë shumë e vështirë, sepse kemi ato titujt që e vendosin vetes. Unë s'do ha kur këtu, do ha vetëm pilafun. Shko herë në xhungël. Shko se di si ndron mendje? Të rre Zoti, të streçon, të zjeron, që të jetosh, domethënë, ti je një person pa tituj. E vetëm ta shijosh. Unë mendoj që kur duhet në momente të tilla njeriu adaptohet. Kur je në momente që s'ke ç'a bën edhe s'ke ku shkon, do adaptohesh se s'ke ç'a bën. Por kur është në momente që ke opsion zgjedhje, kur është në momente që jemi opsion, unë ta bëj, ne jemi shumë mirë. Po kur shkojmë jashtë, atëherë kuptojmë që sa mirë jemi te shteti jon. Do t'i ke prapa atje, do t'i ke te mami, te gjella mamit. I know. Faleminderit shumë që ishe në studio sot. Shumë faleminderit. Do të përsëri me lezet tani do na tregosh një histori tjetër për një Python, po? Python. O zot, për një ngjarje për tjetër që nuk e di se nga, edhe më vjen shumë keq për Pigin, po bye Piggy. Që mendoj që ka qenë, unë nuk naqa për shembull, unë sikur isha atje tani në xhungull, kam qesh parë që po e mendoj veten sikur të kem qenë live. Mendoj që ti e kënaq shumë më shumë se ça unë, por dua të do shoh foto tani. Po, patjetër. Do shoh fotot. Dhe jo vetëm që do shoh fotot, por sneak peek fotot. Do bëjmë sneak peek fotot. Po. Dua të shoh fotot tani. Po. Mund të imagjinoj gjendjen tënde aty. Mund ta imagjinoj. Po, edhe kjo shkon për gjithë shqiptarët, domethënë vërtet ne si shqiptar mund t'i kemi këtë eksperjenca. Se ne mendojmë gjithmonë që do vinë amerikanët, do vinë tuajt, edhe nuk kemi atë mendjen, mindset që shqiptarët nuk janë misionar. Jo, po si nuk bëhemi. Po nuk do bëhemi ne, bëm ne tikim atje, kush jemi ne. Ndërkohë që Zoti tani ngren shqiptar, ngren gjeneratën tonë që ne t'ikim mision, sepse ne jemi çelës për shumë kombe, për lindjen e mesme, për Turqinë, për shumë kombe. Edhe kjo u bë një gjë e mundur edhe për mua, domethënë për shumë shqiptarë tjerë që edhe ne kemi edhe këtë shkollën e trajnimit këtu edhe në Shqipëri, po. Edhe ajo është domethënë që dy vlerat e kësaj shkolle është një e Zotin edhe bëj atë të njohur anë mban kombeve. Po. Know God and make him known. Ja. Shumë qartë. Unë nuk naqa, flas për vete. Shpresoj shumë që dhe ju t'jeni kënaqur. Mendoj që kur shkosh me në një mision tjetër, edhe do marrësh telefon, do më thuash erdha, kam histori. Dhe you're welcome të vish na tregosh histori. Okej, patjetër. Edhe shpresoj domethënë shumë që jo shpresoj, po mendoj që kjo periudhë të ka ndihmuar shumë, ndihmon shumë për shumë gjëra, sepse të rrit, ndonjëherë vështirësi të rritin. Jo ndonjëherë, po në vështirësi të rritin, sepse të bëjnë të marrësh vendime aty në moment, ose të sillesh një farë mënyre që i adaptohet situatës dhe problemet që ti ke, dhe e streçon veten siç the ti, që thua pastaj
Po dhe pastaj kur vjen këtu sepse ne kemi tendencën që angohemi shumë kot, më thënë të vërtetën. Do të thënë, ose bëm këtë, nuk na shkoj kjo, kështu jo ashtu, dhe gjithë ditën ne kemi vetëm ufe puf, ndërkohë që shkon në një vend të tillë dhe sheh që ka dhe një realitet kështu. Gjërat ndodhin edhe në këtë farë mënyre. Edhe thjesht është e bukur, por dhe të bën ty të vjesh në veten në një farë mënyre që dëgjoj se bëhet, dëgjoj se ka, dhe dëgjoj se mund ta bëj dhe unë, mund t'i ta bëj dhe unë. Po, duhet jetoj mjetën në plotësinë, siç është ajo live your life in your fullness, në plotësinë e jetës tënde që kënaqu, kalo kohë sa më të mirë, domethënë mos shikon mbrapa edhe se bëra këtë, kështu që bëje, mos prit, kënaqu. Po. Faleminderit shumë Visi që ishe në studio me ne sot. Shumë faleminderit edhe juve. Shpresoj shumë që të ketë pëlqyer programi edhe ne bashkë do shihemi javës tjetër. Shumë bekime.